Pse NATO mendon se Rusia mund të sulmojë një shtet tjetër pas Ukrainës? Historia e Rusisë është në fakt një histori konfliktesh dhe luftrash të pandërprerë. Ajo Rusia merr kohën e vet që në çdo 5-6 vite të kryejë një agresion ushtarak. Në vitin 2008 aneksoi Abkazin dhe Osetin e Jugut, të cilat vishin pjesë e sovranitetit të Gjeorgjisë. Pastaj në vitin 2014, mas 6 vitesh, aneksoi Krimen dhe në vitin 2022, mbas 8 vitesh, sulmoi Ukrainën. Kësaj duket qartë se Kremlini para përgatitet për një kohë të caktuar për të ndërmarrë një hap të mëtejshëm në agresionin e vet kundër sovranitetit të shteteve të tjera. Është vërtet se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë në vende të ndryshme, si në kohën e fundit në Venezuelë, në Iran apo edhe në Irak para 2 dekadave e gjysmë, por kemi parasysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ushtrojnë pushtimin klasik të vendeve të cilat ato sulmojnë. E shumta mund të ndryshojnë regjimin përkatës, regjim i cili më vonë mund mos shkojë sërishmi në përshtatje në përputhje me interesat amerikane, por gjithsesi amerikanët në intervenimin e tyre ushtarak kanë dëshmuar se kryen aksione për të qëndruar përkohësisht në vende të caktuara. Ndërkohë që Kremlini bën agresione ushtarake me qëllim që të pushtojë territore dhe të zgjerojë territorin e Rusisë. Kohët e fundit Rusia miratoi edhe një ligj i cili i jep të drejtë presidentit Putin që të ndërhyjë ushtarakisht në çdo rast ku flitet gjuha ruse, që do të thotë të gjitha vendet fshinje të Rusisë janë të kërcënuara me ndërhyrjen ruse, deri te Moldavia, e cila nuk është një vend me territor kufitar me Rusi. Sesoj, mendoj që në Europë frika se Rusia do të ndërhyjë dhe do të sulmojë një vend antar të NATO-s ose jo, të Europës lindore apo të Europës verilindore, është një frikë e bazuar në një realitet të caktuar, në një politikë të caktuar që Rusia e ka ndjekur që prej shumë kohësh. Sisoj mendoj që kjo frikë ekziston dhe duhet të ekzistojë. Është e aftë Rusia të ndërmarrë agresione sidomos kundër vendeve anëtare të NATO-s. Besoj që nuk do të ndërmarrë këtë aventurë për arsye se NATO-ja do të reagoj ashpër dhe eksperienca e luftës në Ukrainë dëshmoi se Rusia nuk është aq e fuqishme sa njerëzit mendojnë. Ukraina thuajse e vetme, me forcat njerëzore e vetme, përballon prej më shumë se 4 vitesh një agresion ushtarak të një superfuqie ushtarake, ndoshta më të madhen në botë ose të dytën krahas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përballimi i kësaj lufte nga ana e Ukrainës shpjegon gjithçka për atë se forca ushtarake konvencionale e Rusisë nuk është në atë nivel që të imponoj vullnetin e vet, qoftë politik, qoftë edhe ushtarak dhe pushtues. Kësaj mendoj që në Kremlin duhet mendohen shumë para se të ndërmarrin ndonjë aventurë kundër ndonjë vendi antar të NATO-s, mbasi ne një pjesë i kartës së Atlantikut, kartës së Aleancës Atlantike, detyron të gjitha vendet anëtare të NATO-s të reagojnë bashkërisht kundër një agresioni dhe agresori që ndërmerr akte të tilla.
Pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të godasin përsëri objektiva iraniane pranë ngushticës së Hormuzit dhe çfarë rreziku paraqesin minat detare iraniane për tregtinë ndërkombëtare? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë këto 2 ditë të fundit aksione të kufizuara ushtarake kundër atyre që quhen bazat iranianëve në rreth ngushticës së Hormuzit, me qëllim që të imponojnë hapjen e kësaj ngushtice. Kjo ngushticë në fakt para sulmeve ushtarake të 28 shkurtit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ishte e hapur, por mbas këtyre sulmeve ajo u mbyll nga ana e Iranit dhe Irani tashmë ka miratuar edhe një ligj me të cilin vendos taksa për 2 milion eurosh për dollaresh për çdo anije që do të kaloj me naftë në këtë ngushticë. Kjo ndodhi për herë të parë. Kjo ndodhi si rezultat i një hakmarrje nga ana e Iranit për agresionin, i cili ishte në të vërtetë agresion kundër Iranit nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit. Dhe solli përpasoi këtë situatë që sot kemi në ngushticën e Hormuzit. Në një vend i mbushur me mina, një vend ku iranianët kanë vendosur kontrollin, pavarësisht disa kontrollave që bëjnë anijet ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por gjithsesi mendoj që lufta që shpallën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli me 28 shkurt të këtij viti kundër Iranit rezultoi me një kërcënim serioz, jo vetëm për paqen dhe sigurinë, por edhe për fatin e ekonomisë botërore, sidomos të burimeve energjetike dhe për një krizë e cila tashmë po e vuajnë popujt, po e vuajnë vendet e tjera të cilat nuk kanë hyrë në luftë. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përpara një presioni shumë të madh. Së paku, vendet që përjetojnë krizën, por edhe vendet e tjera, kanë një kërkesë legjitime ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës kur u kërkojnë që të rikthehet gjendja më pashme e para sulmeve ushtarake, e para 28 shkurtit në ngushticën e Hormuzit dhe të vendoset normaliteti në qarkullimin e lirë të anijeve dhe të mallrave në këtë ngushticë. Kjo nuk po ndodh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po e imponojnë dot. Po synojnë një marrëveshje, por marrëveshja është ende larg, sipas mendimit tim. Dhe këto sulme të 2 ditëve të fundit ishin një aspekt presioni do të thuaja, me qëllim që Irani të pranojë një marrëveshje e cila hap përfundimisht ngushticën e Hormuzit, e rikthen ata në gjendjen e mëparshme, por që shumë vende të botës, shumë popull të botës dhe në opinion më shumë fajsohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos Izraeli për këtë situatë se sa vetë Irani, të cilit gjithkush ja ka njohur të drejtën e hakmarrjes në rastin kur i është cënuar sovraniteti dhe integriteti territorial. Kështu që amerikanët janë përpara një dileme dhe përpara një presioni të jashtëzakonshëm, sidomos moral dhe politik, që të rikthejë situatën më pashme. A do të munden, ne do të shohim, por jam i sigurt që Hormuzi po përdoret nga Irani me qëllim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen që synojnë të firmosin dhe të arrijnë me Iranin, të pranojnë pasurimin e uraniumit nga Irani për qëllime paqësore dhe të mos kërkojnë që rezervat e uraniumit në Iran të transferohen jashtë këtij vendi. Pra kërkojnë që të përfitojnë të drejtën e shfrytëzimit të energjisë bërthamore për qëllime paqësore, domethënë për qëllime energjetike. A është kjo e drejtë apo s'është kjo e drejtë? Në bazë të drejtës ndërkombëtare, përdorimi i rezervave bërthamore uraniumit për qëllime paqësore është e lejueshme. Nëse është kjo për Iranin ose jo, kjo varet shumë nga raportet dhe
përgjegjësia që ka edhe Agjencia e Energjisë Bërthamore Meseli në Vjenë, sepse ajo ka kryer kontrollet, ka informacionet e duhura dhe të nevojshme për të përcaktuar nëse Irani i përmbahet ose jo qëllimeve civile në përdorimin e energjisë bërthamore. Gjithsesi, lufta nuk mendoj se është në përfundim, ka një rrugë të gjatë për të bërë. Ajo çfarë ndodhi me 28 shkurt rezultoi krejtësisht një akt i gabuar dhe përpasoi ka sjell një krizë të rëndë në nivel global. Kjo krizë po i faturohet më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sidomos Izraelit, po Izraelin të gjithë e dinë se është në pozita të tilla dhe deri diku edhe vetë Iranit i cili ndoshta mendoj ka përcyer si të thuash limitet e veta në reagimin ndaj këtij agresioni. Si lidhen tensionet në lindjen e mesme me luftën në Rusi-Ukrainë? Çdo tension dhe çdo konflikt kudo që ka ndodhur mbas fillimit të luftës në Ukrainë e ka ndihmuar Ukrainën, e ka ndihmuar Rusinë që ta vazhdojë konfliktin në këtë vend. Sepse është tërhequr vëmendja nga konflikti në Ukrainë, është tërhequr ose është paksuar mbështetja, sidomos e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europës ndaj Ukrainës, është tërhequr vëmendja e opinionit publik ndaj asaj çfarë ndodh në Ukrainë dhe për hir të vërtetës, agresioni i Izraelit, sidomos mbas 7 tetorit 2023 në Gaza dhe ngjarjet që janë zhvilluar atje, masakrat që janë kryer kundër fëmijëve dhe kundër njerëzve të pafajshëm në Gaza, kanë tërhequr tërësisht vëmendjen dhe kanë rehabilituar Vladimir Putin në rastin e agresionit të tij në Ukrainë. Kjo lidhje është drejt për drejt dhe interesi themelor i luftave në Gaza, në kundër Iranit dhe luftave të tjera që kanë shpërthyer kudo në lindjen e mesme, kanë qenë, si thuash, infuzion i drejt për drejt për vazhdimin e politikës së agresionit e të dhunës nga ana e Rusisë në Ukrainë. Mbasi që Vladimir Putin në raport me Benjamin Netanyahu ka rezultuar të jetë shumë më pak mizor se sa kryeministri Izraelit. Duke patur parasysh të krahasueshmëri midis krimeve që ka bërë Rusia në Ukrainë dhe krimeve që ka bërë Izraeli në Gaza, atëherë njerëzit kanë filluar të mendojnë dhe të gjykojnë se sulmet ushtarake në Ukrainë janë sulme të matura, sulme të cilat janë edhe proporcionale. Në fakt, nuk është ashtu. Në Ukrainë gjithashtu po vriten njerëz të pafajshëm, po sulmohen objekte civile deri dhe spitale dhe shkolla. Në Ukrainë po ndodh ajo çfarë ka ndodhur në Gaza, por po ndodh në një mënyrë pak më latente, pak më të ngadalshme. Dhe duke ndodhur në mënyrë të ngadalshme, sytë e opinionit publik po përqendrohen më shumë atje ku ngjarje të tilla po ndodhin me një rrjedhshmëri, me një agresivitet shumë të shtuar, siç është Gaza, por edhe siç ishte lufta në Iran. Në këtë aspekt mendoj që është ndihma më e madhe që jepet Moskës në agresionin e vet kundër Ukrainës. Nga ana tjetër, është e vërtet se Vladimir Putin përfiton nga këto konflikte në mënyrë të drejtë për drejtë, për shkak se duke tërhequr vëmendjen nga Rusia, paksohen, si thuash, sanksionet ndaj saj. I jepet më shumë shans Rusisë që të eksportojë gazin dhe burimet e tjera energjetike të saj në vende të fshinj, sidomos në Kinë, në Indi dhe në vende të tjera. Dhe për pasojë, ajo i jep një infuzion të jashtëzakonshëm ekonomisë së vendit të shkatëruar nga luftra dhe nga pasojat e kësaj lufte. Duke e mbajtur të gjallë makinerinë ushtarake për të vazhduar luftën në Ukrainë. Në të dy aspektet, Rusia është ndoshta vendi më i fituar nga konfliktet që zhvillohen në lindjen e mesme.
Kjo është lidhja kryesore. Nëse nuk do të ndodhin konfliktet në linjën e mesme, kam përshtypjen se konflikti në Ukrainë do të kishte përfunduar sot, mbasi që e gjithë vëmendja e botës do ishte përqendruar atje dhe kriza ekonomike do të përfshinte edhe vetë Rusinë. Përfshirja e Rusisë në një krizë ekonomike do të bënte që njerëzit të protestonin dhe reagonin me fuqishëm edhe kundër luftës. Kjo nuk ndodhe dhe nuk po ndodh për shkak të aksesit që Rusia ka në tregtinë e vet të burimeve energjetike me vende të ndryshme. Dihet tashmë që edhe çmimet e burimeve energjetike të gazit, naftës dhe burimeve tjera janë rritur dhe nga rritja e çmimeve përfiton maksimalisht Rusia. Ajo nuk ka ndonjë burim tjetër me të cilin të mbajë ekonominë e rusëve, por është pikërisht burimet energjetike ato që e mbajnë Rusinë dhe e injektojnë atë në pikpamje ekonomike financiare dhe rritja e çmimeve bën që ajo të rritë fitimet në mënyrë jashtëzakonshme. Po, çfarë pasojash politike dhe ushtarake kjo situatë e tanishme po ndikon Ballkanin dhe NATO-n? NATO-ja rrezikohet thjesht nga Rusia, megjithëse unë nuk besoj se do të ketë një luftë midis Rusisë dhe NATO-s. Është thjesht një projekcion dhe presion që zhvillohet sidomos nga ana e Kremlinit, por Kremlini bën presion nëpërmjet armëve bërthamore. Ajo që ndodhi në Bielorusi duke demonstruar instalimin e raketave në këtë vend nga ana e Rusisë ishte një diversion të quaja ndaj vendeve të Balltikut, ndaj Polonisë dhe vendeve tjera të Europës Verilimore, Finlandës e tjerë, por gjithsesi unë nuk mendoj që do të ketë një agresion ndaj vendeve të NATO-s. Mund të ketë provokime, provokacione, por nuk mendoj se do të ketë një agresion. Varet se si do të shkojë lufta në terren në Ukrainë. Nëse ukrainasit do të fitojnë të luftë në terren, Rusia është detyruar të tërhiqet edhe ndaj presioneve dhe diversioneve ndaj vendeve të NATO-s, por në Ballkan nuk besoj që do të vazhdojë Rusia të ruajë ndikimin që ka deri më sot, sidomos në Serbi, sepse në vendet e tjera ndikimi i Rusisë është në përgjithësi i kufizuar, ka një ndikim tek opozita e Malit të Zi, ka një ndikim tek eksponent të caktuar në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, por nuk ka një ndikim të tërësishëm në këto dy vende, sepse të dyja këto vende janë anëtare të NATO-s dhe po pretendojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Malezia është shumë më afër që të bëhet anëtare të Bashkimit Evropian dhe unë besoj që do të bëhet shumë shpejt anëtare të Bashkimit Evropian edhe për një arsye, sepse Serbia dhe Rusia synojnë që të dalin në Adriatik nëpërmjet Malit të Zi, pra të kapin portin e Barit dhe portet e tjera të Malit të Zi dhe aty të ndërtojnë ndoshta ndonjë bazë ushtarake që i kundërvijnë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Pikërisht për këtë arsye Malezi nuk do të lejohet që të asociohet më me Serbinë, sako që Serbia nuk do të jetë anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nëse Serbia do të bëjë anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, kam përshtypjen se Europa dhe NATO do të toleronin rikrijimin e një federate midis Malit të Zi, ndoshta edhe Maqedonisë dhe Serbisë. Por është shumë vështirë të realizohet sidomos një federat ku të përfshihet edhe Maqedonia, për shkak të numrit të madh të popullsisë shqiptare në këtë vend, të cilët janë kategorikisht kundër çdo lidhje dhe asociimi të vendet e tyre me Serbinë. Gjithsesi, mendoj që ndikimi po reduktohet gjithnjë më shumë, por rreziku ekziston. Sako që Serbia nuk është e përcaktuar përfundimisht se nga do të udhtojë drejt Kremlinit dhe Kinës apo do të udhtojë drejt perëndimit Bashkimit Evropian dhe NATO-s, aq kohë edhe rreziku rus është shumë i madh. Rreziku kinez, cilin e paraqesin shumë njerëz si një rrezik evident në Ballkan,
marrëdhëniet e Kinës me Serbinë do të ishin të tilla edhe me Shqipërinë, nëse Shqipëria do të ishte e gatshme të bashkëpunonte njësoj si bashkëpunon Serbia me Kinën. Janë marrëdhënie të interesit ekonomik dhe financiar, pavarësisht lidhjeve që janë krijuar edhe në anën e furnizimeve ushtarake. Por në fundit çdo vend kërkon që të rritë të ardhat e veta nëpërmjet shitjes së armëve. Kjo ndodh në të gjitha vendet dhe fuqitë e mëdha. Dhe nuk është se Kina e furnizon Serbi me qëllim që të destabilizojë rajonin. E furnizon sepse ajo ka interesa financiare të saktuara dhe këto interesa nuk i sakrifikon për shkak se interesave të një shteti fshinj të Serbisë. Në këtë aspekt rreziku kryesor është Rusia. Kina nuk ka ndonjë synim që të ndërtojë ndonjë bazë ushtarake në Malzi. Është Serbia dhe Rusia ato që synojnë këtë dhe kanë synuar që nga shekulli i 19 deri më sot. Dhe qëllimi kryesor i Serbisë dhe Rusisë ka qenë historikisht që të dalë në detin Adriatik dhe të ndërtojë baza ushtarake në brigjet e këtij deti. Dhe për këtë arsye janë bërë të gjitha luftat në Ballkan. Është bërë lufta e parë, e dytë dhe e tretë ballkanike, po sidomos lufta e parë ballkanike. Është bërë lufta e parë botërore pikërisht për këtë shkak, për këtë arsye, sepse për këtë arsye u vra princi Ferdinand në Sarajevo në 28 qershor në vitin 1914 dhe për këtë shkak filloi lufta e parë botërore. Për këtë arsye u zgjeru Bashkimi Sovjetik deri në Adriatik me Shqipërinë dhe me Jugosllavinë fillimisht, por pastaj Jugosllavia u shkput prej saj. Dhe Shqipëria u shkput disa ose 12 vite më vonë. Nëse Shqipëria nuk do të shkputej nga Bashkimi Sovjetik, baza e Vlorës do të ishte një kërcënim i përhershëm për NATO-n dhe për Bashkimin Evropian. Po kështu, nëse Jugoslavia nuk do të shkputej nga Stalini në vitin 1928, bazat ushtarake ruse do të ishin edhe sot ndoshta në brigjet e Malit të Zi, por ndoshta edhe të Dalmacisë. Për këtë arsye perëndimi NATO dhe Bashkimi Evropian synojnë që ta shpusin përfundimisht rajonin tonë nga ndikimet ruse, sepse kërcënimi rus nëpërmjet Ballkanit është kërcënimi më i madh që i bëhet Europës dhe NATO-s. Dhe ne do të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet. Në Serbi ka një lëvizje të fuqishme studentore kundër presidentit Aleksandar Vučić. Unë kam shkruar prej shumë kohësh dhe prej shumë vitesh dhe kam paralajmëruar se Aleksandar Vučić kur nuk do të jetë një aleat i perëndimit, edhe nëse ai do ta dëshironte këtë, sepse janë segmente dhe instrumente të tjera në Serbi të cilat nuk do ta lejojnë dhe nuk e lejuan atë të bëhet aleat i perëndimit. Është Kisha Ortodokse, është sigurimi i shtetit sërb, BIA sërbe, janë Akademia e Shkencave të Serbisë, janë institucionet e tjera shkencore dhe institucionet dhe organizatat jo qeveritare të cilat sponsorizohen nga Rusia dhe të cilat kundërshtojnë me të gjitha mjetët dhe forcat atashimin e Serbisë nga pikpamja strategjike me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Dhe përpasoj Serbia e ka shumë të vështirë të ndryshoj kajen e aleancës së vet strategjike nga lindja në perëndim. Megjithatë, Serbia në këtë rast do të rrethohet, besoj. Do të rrethohet përfundimisht nga vende anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ajo do të mbetet një ishull në gatishmën ballkanik dhe si një ishull i tillë nuk do të mund të mbijetojë në një aleancë strategjike me Rusinë. Fatmirësisht, Serbia nuk është e lidhur me kufi toksor dhe madje as ujor me Rusinë. Dhe duke mos patur një lidhje të tillë, atëherë është e detyruar ose të izolohet në qendër të Ballkanit dhe të Europës juglindore, ose të pranojë ndryshimin e kursit të zhvillimeve dhe të aleancës së vet në drejtim të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Një Serbi e izoluar nuk do të mundet të bëhet rrezik për rajonin, as më tepër që tashmë për herë të parë në historinë e Ballkanit po
po konstruktohet një aleancë e padiskutueshme midis Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës, por besoj edhe Bullgarisë. Dhe 4 vendet e Ballkanit me aleancë me njëra tjetër, ushtarake, politike, ekonomike dhe në gjitha pikpamjet, do ta izolojnë edhe më tepër Serbinë. Për këtë arsye, që kur Edi Rama e ndërmori aventurën e vet të një aleance me Serbinë në vitin 2014 edhe vazhdon edhe sot, kam thënë që Shqipëria nuk ka luksin dhe nuk mundet të orientohet në një aleancë me Beogradin, sa kohë që Beogradi nuk njeh shtetin e Kosovës, sa kohë që Beogradi nuk është antar i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian. Ishte një aleancë panatyshme, ishte një lëvizje panatyshme krijimi i Open Balkan, dhe për këtë arsye e kam kundërshtuar me të gjitha forcat e mia mendore, me qëllim që të argumentoj që edhe Open Balkan ishte një projekt i Serbisë, gjë që e deklaroi dhe e pranoi para pak javësh vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për të arsye them që Serbisi duhet ngushtuar laku, duhet izoluar në fatin e vet, me qëllim që ajo të detyrohet të ndërmarrë kthesën e domosdoshme dhe të nevojshme për paqe, stabilitet në rajon dhe të pranoj realitetin e ri që është krijuar mbas shpërbërjes jugosllavisë në fund të viteve 1990. Shumë faleminderit zoti Bytyçi për intervistën. Ju lutem.